Edhe pak edhe mretëm. Hajde. Për mine është villa e parë që është rënu. Që shka mujt me hyp direkt këto. Ti trenon me siguri ekziston një rrugë tjetër, po që na hangrëm çështo. Hajde më shpejt. Erdhëm te villa e parë që është katru. Hajde shkojmë këshirën. Op. S'to ka një rrugë. Hajde mujt e shtrej. Që ti ka villa e parë. Që tu është ka villa e dytë. Hajde shkojna. Hajde. Që. Kështu duket. Njëra nga villat e shkatruara nga shteti i Kosovës, e që thuhet që kanë qenë të ndërtuara ilegalisht në pronë të Iber Lepencit. Kjo është villa numër 1. Shkojmë në villën numër 2. E merr vullnet zeza. Kut çapo do me hy. Hajde, next. Koça investimin shtun pas ka shku pak hoç për nesër. Vesh më nuk më duken këtë shkatruar, se çfarë beton është halo. Ana sa do të marrë villa tjera, dhe më lish pak më ndryshu planin. Villa tjetër. Pas kanë pushimurit më shtrej. Kjo është një villa tjetër që kjo. A shkojnë në qëto shtrej njëherë? Kjo është villa tjetër. Edhe vazhdojnë ne deri në fund atje. Po për me këshyra atje deri në fund, të me hypë që të nalë. Hajde. E jani me mua. Që fjallë të vetët e TikTokit. Këtë regoj një vend shumë të mirë. Hajde. Kësha mire pas ka menu që të me gunga. Po. Qa. Villa tjetër. U që një macë ka. Maci. Që shke pështu ti këto? Macinjo. Vesh maca nuk është ilegale. Po është kena me shku tash i shojnë villa tjera. Pas ka një kështu me i nati. Këtë këna një prish. Hajde. Rekomandim beja mës t'i shetë që të pamje se tani nuk janë mirë për shëndetit. Hajde. Kjo është një villë tjetër e shkatrume. Rafsh. Shtrera në këto momente rëtu kërën për shmamë pëse rëtu kërpunuha me mua. Hajde. Të e shpak që të. Op. Jab. Shtove. Hajde shtrera vish edhe pak edhe herë në Serbi. U kryim. Shtrera të del poshtë. Me ma që të pamje që të. Me këtë lule, me këtë pamje të mrekullueshme që e kam për ba. Qyre çfarë pamje? Ka të zeve pamje? Dhe me këtë villë të prishur, e përshëndesim kaq nga Ymani, apo vazhdojna pak me chill. Që në villë po të shirë? Që të që kema? Let's go! Unë jam statuja Ymanit. Një fakt interesant që më bani për shtypje, është që shtreja nëse mundesh, të pjesën që tja, atë lokalin atje. Atë restorante me siguria nuk është në pronë publike, nuk është pronë e Iber Lepencit, për ata dhe ekziston. Këto që janë kanë pronë, që shpeshin e gjandjen janë. Kështu që për çdo prona, Bashkimi Evropian, apo mas saktësisht zyra e Bashkimit Evropian, ka bërë reagime që me i prit derisa gjykata të vendosë për këto. Por shteti i Kosovës i ka thënë që nuk ka nevojë me prit. Hec se këto janë ndërtuar në zonën e mbrojtur ligjore, pyjore, janë pronë shtetërore dhe kësaj ndërtimin e një pronë shtetërore pa leje nuk ka çka më u prit. Gjendja është kështu. Na ecim.